normalitetin të cilin do duhet ta kishte shteti dhe shoqëria jote. Zoti Blaka, nga ana tjetër, nëse blokadat politike në Kosovë do të vazhdojnë, a rrezikon Kosova të mbetet pa qeveri të re deri në vitin 2026? Kosova vazhdon me këtë qeveri në detyrë. Është një qeveri e cila mund të kryejë disa funksione, domethënë shteti prapse prapë, edhe pse nuk është në modusin e një qeverisje shqyrtimi me kompetencat e plota, prapse prapë është në një modus qeverisës, kur do të thotë që shteti është pa qeveri, ministrat janë ata, mirë po kufizohen disa vendimmarrje dhe hartimi i disa ligjeve është i kufizuar. Pra nuk kemi se bëhet nomi në kuptimin që nuk bëhen zgjedhje se të tjera, por problematika strategjike. Vetë fakti që shqiptarët nuk mund të ndërtojnë institucione dhe kanë vështirë të ndërtojnë institucione është një nga interesat strategjike të armiqve tanë, sepse kjo është modeli më i mirë për të topitur, për ta mërzitur popullin e Kosovës, për t'i krijuar atij një bindje që ju nuk jeni të zot të ndërtoni institucione, që ju duhet gjithmonë ndihma e diplomatëve dhe emisarëve perëndimor ose amerikan për ta bërë qeverinë, që në momentin kur nuk angazhohet ambasada amerikane, ju nuk mund të gjendeni, nuk mund të krijoni një formulë qeverisë brenda me partitë e juaja. Pra ky është një interes strategjik i armiqve tanë, të cilën ne domethënë e zbatojmë pa fare kujdes, ose si themi e kemi marrë ndoshta për shkak të shprehjes që u bën Kosovë, kjo përsëritje së vazhdueshme të kësaj gjëje, unë mendoj që sigurisht kemi marrë kauzë tonën këtë kauzë, e cila në realitet i konvenon më së shumti armiqve tonë. Pra nuk është problemi pse shteti mbetet pa qeveri, por problemi është te psikoza e përgjithshme e popullit, e cila po topitet vazhdimisht nga këto modele. Qartë. Mirë, zoti Blaka, do doja të kalonin tek një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur ditëve të fundit, ku thuhet se pjesëtarët e Xhandarmerisë serbe dyshohet se kanë hyrë brenda territorit të Republikës së Kosovës duke plagosur dhe rrëmbyer një qytetar me inicialet MV shtetasit Kosovës, pra me kombësi serbe. Sigurisht që kjo ngjarje e fundit ka ngritur dhe shqetësime serioze për sigurinë e qytetarëve, por edhe nga ana tjetër për stabilitetin rajonal, dhe duke marrë parasysh të gjitha këto zhvillime, zoti Blakaj, a ndikojnë këto hyrje në sigurinë kombëtare dhe stabilitetin e rajonit, dhe në informacionet tuaja çfarë ka ndodhur realisht? Do doja të zgjerohesha me dy paragrafe për të ardhur të kjo situatë. Unë mendoj që strategjia e Serbisë e ka kuptuar që shqiptarët janë në ekspansion. Shqiptarët nuk po e kuptojnë që janë në ekspansion, dhe po shërbejnë me formula defetiste dhe po ushqejnë popullin me formula defetiste. Dhe në këtë kuptim, serbët domethënë po tentojnë të bëjnë aksione për të treguar që ata janë në ebërsi ndaj shqiptarëve, që në fakt janë në një defanzivë totale dhe të plotë. Pushtimet e vitit 1878, ku Medhet Sanxhaku i nishi Toplica, domethënë vendbanimet që momentalisht janë jashtë Kosovës, dhe ato të vitit 1912-1913, Serbia është në defanzivë për t'i liruar këto toka. Për faktin e thjeshtë që Kosova fitoi pavarësinë në vitin 1999, domethënë pushtimet e Serbisë të vitit 1912 janë rikthyer. Shqiptarët e kanë marrë Kosovën dhe po e qeverisin vetë. Domethënë Serbia tokat e pushtuara të vitit 1912 i ka humbur në vitin 99, dhe rrjedhimisht ata e dinë që nuk mund ta ndalojnë as humbjen në territoret të cilat i kanë marrë në vitin 1878. Dhe për këtë arsye, ata tentojnë ta dërgojnë kombin shqiptar në një marrëveshje gjoja historike, ku shqiptarët do të garantojnë parabashkinë ndërkombëtare që ne kemi bërë marrëveshje historike me serbët dhe nuk do të tentojmë të kthehemi në tokat tona, në tokat e vitit 1878. Flasim për Vranjën, për Leskovcin, për Kushëmlin,
për komplet rajonin e Toplicës, flasim për Novi Pazarin, për Tutinin, flasim për Lozhajen, që është në malin e zi, domethënë për komplet Sanxhakun dhe tokat të tjera, të cilat fatmirësisht banohen me një popullat e cila shtet anë e ka Kosovën dhe sa i përket aspektit religiöz janë me një shumicë absolute të përkatësisë fetare muslimane. Pra kemi një popullat që vetëm në Sanxhak e kalon në numrin e 500.000 banorë. Kemi banorë shqiptarë të 3 qyteteve, Preshevës, Medrejës dhe Bujanovcit, që shton numrin e këtyre 500.000 pro-shqiptarëve të Sanxhakut dhe ata tentojnë të na bëjnë neve diverzion dhe probleme me një popullat e cila është popullsi kolonizatore që ka ardhur në Kosovë pas vitit 45, që momentalisht është e grumbulluar në veriun e Kosovës. Pra ata tentojnë që me një problem kaq të vogël, me një numër kaq të vogël të banorëve, ta rrisin ta ndikojnë psikozën e shqiptarëve dhe të mos i lënë ata të kuptojnë që shqiptarët janë jo në defensiv, por shqiptarët janë në rrugë të mirë për të kthyer të gjitha tokat e tyre. Për këtë arsye, ata bëjnë aksione nga më të ndryshme, përveç propagandës e cila ndihmohet nga Rusia, nga profesorë shumë të zgjuar të komunikimit publik, nga strategë të luftës psikologjike, të luftës hibride, ata ndihmohen edhe me metoda dhe me veprime të tjera, po nga Rusia. Mos të harrojmë që kemi edhe në nish qendrën e spionazhit të Rusisë, domethënë që Serbia është portë e hapur për spionazhin rus, dhe ata ndihmohen, instruktohen për të bërë kësi veprime të cilat domethënë kemi rastin konkret. Zoti Vukašinović është plagosur brenda territorit të Kosovës dhe është rrëmbyer, ka qenë një figurë e cila publikisht e ka pranuar shtetin e Kosovës si shtet të pavarur dhe nuk ka votuar listën serbska. Prandaj, domethënë, ata tentojnë të përçojnë mesazhe edhe te banorët serb, të cilët duan ta njohin Kosovën si shtet të tyre, ose edhe në qoftë se nuk e njohin, domethënë se është çështje zemre kjo, puna është identitet i brendshëm, domethënë e duan apo se duan, por të paktën që i luftojnë ata njerëz të cilët nuk duan të angazhohen konkretisht kundër shtetit Kosovës. Dhe rasti domethënë është konkret. Zoti Vukašinović nuk është angazhuar konkretisht kundër Kosovës, madje ka qenë zë i cili ka folur edhe publikisht që duhet të vazhdohet jeta, të pranohet realiteti i ri dhe të mësohet në institucionet e Republikës Kosovës. Për këtë arsye, ata kanë zgjedhur ta rrëmbejnë, ta vrasin, kanë menduar ta vrasin, dhe pasi që nuk ka vdekur, domethënë nga plumbat që ka marrë, janë futur në territorin e Kosovës dhe e kanë rrëmbyer duke e dërguar andej. Kjo tregon jo aftësinë e tyre, domethënë për të destabilizuar Kosovën, por ata tentojnë që me këto makinacione të mos i krijojnë avantazh shqiptarëve, që shqiptarët të futen në objektiva sulmuese ndaj Serbisë. Për këtë kjo është strategjia e tyre, janë veprime teknike dhe taktike të një dëshpërimi kolektiv të Serbisë dhe të organeve të saj të sigurisë. Këto janë shenja të pafuqisë së tyre për të bërë diçka konkrete më të madhe. Aktet terroriste nuk tregojnë për fuqinë e një grupi ose një shteti që organizon, por në fakt tregojnë për pafuqinë e tyre, dhe Serbia, domethënë, nga një shtet që e ka mbajtur Kosovën të pushtuar për 100 e sa vite, domethënë flasim nga 1878 me ekskursionin e parë deri në vitin 99, ku e ka pas të organizuar komplet jetën institucionale, atë të sigurisë, gjykatat, ushtrinë, sigurimin, gjithçka ka pasur në dorë dhe i ka mbajtur të sunduar dhe të shtypur shqiptarët, tashti domethënë bën veprime terroriste. Kjo tregon për shpërbërjen e strukturave të saj, për pafuqinë e saj për të bërë diçka tjetër në Kosovë, dhe nuk tregon fuqi. Por ne, përmes mediave të degeneruara, që i fola pak më herët, nuk po arrijmë të shpjegojmë shqiptarëve që këto janë veprime të Serbisë
të çorientuara dhe është dëshmi e pafuqisë së tyre dhe jo e fuqisë. Prandaj, domethënë, mendoj që kemi luftën edhe në teren, në kuptimin e shtrijes së demokracisë, funksionalitetit të shtetit, por e kemi betejën po as të rëndësishme, betejën mediale për të shpjeguar shqiptarëve që ne po ndërtojmë një shtet normal të fuqishëm dhe do duhet të kishim edhe vendimarrje tjetër për ta bërë jetën e të gjithë banorëve të Kosovës më të mirë se sa kjo që e kemi. E qartë, mirë zoti Bleka, e fundit për ta mbyllur, shumica kanë akuzuar listën serbe pra për pjesëmarrje në eksese dhe për ndikim të Beogradit në veri dhe në kuadër të kësaj, është vetë lista serbe pjesë e zinxhirit të provokimeve të Beogradit në veri dhe nga ana tjetër është theksuar edhe nevoja për një brigadë të gatshme pra të FSK-s dhe policisë që të reagojnë menjëherë ndaj këtyre provokimeve. Duke marrë parasysh gjithë këtë, duhet Kosova ta forcoj urgjentisht pra kapacitetet e FSK-s edhe policisë për t'u përgjigjur këtyre provokimeve të tilla që kanë ndodhur kohët e fundit? Në aspektin operacional të fuqisë fizike, vetëm një qetë e vogël e policisë së Kosovës mjafton për ta bërë veriun të qetë pa asnjë, domethënë ta pamundësoj çdo aktivitet ilegal. Kosova nuk është në atë gjendje, nuk duhet ta krijojë psikozën që territori duhet të merret me luftë me FSK, sepse aty nuk ka forca që mund ta pengojnë sovranitetin edhe shtrijen ose funksionalitetin e policisë. Është shteti tonë me forca policore. Mirë po, vetë problematika e FSK-s për veriu është e njëjtë me atë të urës së Ibrit, që tashmë ne kemi ndërtuar 2 ura anësore, vetëm për t'i treguar edhe bashkisë ndërkombëtare që ky është vetëm një ndarje e cila ndikon në psikozën e njerëzve, se nuk është ndarje reale dhe nuk është pengesë reale, domethënë, e shqiptarëve që të kalojnë në veri ose e serbët që të kalojnë në jug të qytetit të Mitrovicës. Pra është e njëjta, është funksioni i njëjtë me atë të urës. Dikush ka dashur të fusë shqiptarëve në mendje që në veri nuk mund të shkojë forca e sigurisë Kosovës, po edhe në qoftë se shkon, e që do të shkojë, patjetër, nuk do të kemi kurfar betejësh, nuk do të kemi kurfar luftash, nuk do të kemi kurfar vrasës, sepse nuk ka element aty që mund të luftoj qoftë ndaj një qetë të policisë, se s'po flasim për kapacitetet e FSK-s. Ndërsa sa i përket listës serbe, lista serbe është instrument i drejt për drejt i qeverisë së Serbisë, ashtu siç është kisha ortodokse e Serbisë, instrument i politikës, ashtu sikur është bija serbe, instrument i shtetit të Serbisë, ashtu siç është ushtria e Serbisë, instrument i shtetit të Serbisë, ashtu siç janë mediat e kapura nga qeveria zyrtare, nga narrativa zyrtare, që janë instrument i shtetit të Serbisë, njëjtë është edhe lista serbe, instrument i shtetit të Serbisë, por këtu me një ndryshim të madh, sepse ky është instrument i Serbisë brenda Kosovës. Dhe rreziku shumë i madh vjen nga kjo, dhe problematika shumë të mëdha vjen nga ky organizim. Njerëz të cilët e kanë përfaqësuar Kosovën në bisedimet ndërkombëtare e kanë sjellë listën serbe në paketë si pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare, ku është pranuar, domethënë, thjesht krijimi i kësaj liste. Në vend që të ngulej këmbë që serbët mund të ndërtojnë 100 parti në qoftë se duan, domethënë që të demokratizohet jeta serbe, shqiptarët kanë pranuar se serbët duhet ta kenë një parti e cila po ashtu kontrollohet drejt për drejt nga shteti i Serbisë. Së këndemi është obligative, është interes parsur, kombëtar, luftimi i këtij instrumenti brenda shtetit tonë. Një nga detyrat e para të secilit politikan, të secilit deputet, të secilit patriot, është luftimi i këtij instrumenti sabotues dhe i këtij instrumenti i drejtuesit të cilit kanë marrë pjesë në vrasjen e policit Kosovës, kanë marrë pjesë në ngritjen e barrikadave, kanë marrë pjesë në djegjen e postave kufitare, kanë marrë pjesë në vrasjen e një numri të madh të njerëzve. Janë po këto struktura, të cilat në vitin 2000
kanë larguar nga territori i Mitrovicës së Veriut mbi 11.000 shqiptarë, të cilët kanë qenë banor autokton historikisht të pjesës veriore. Pra, është detyrë kombëtare e secilit politikan dhe secilit patriot, pa marrë parasysh është nga Kosova apo nga Shqipëria, apo kudo që jeton, të angazhohemi kundër këtij instrumenti. Prandaj unë quaj të degeneruar, sidomos